A ka ndonjë urtësi se pse ajeti i borxhit është ajeti më i gjatë i Kuranit? Normalisht që Zoti ka urtësi të mëdha në çdo gjë që ka shpallur, po ndoshta kjo ka një urtësi për t'i dhënë me kuptuar çdo muslimani se çështja e borxhit është çështja shumë delikate dhe shumë e ndjeshme, dhe që Zoti në çdo gjë mund të toleroj, po borxhin që i ke tjetrit nuk ta fal, po nuk ta fali tjetri. Dhe ne kemi raste sa të duash nga profeti alayhis salatu wasalam, i cili tërhiqet nga xhenazja dhe nuk do t'ia falë xhenazën një personi i cili kishte ndruar jetë dhe ishte me borxhe. Kështu që çështja e borxhit në Islam është çështje që rëndon shumë. Shahidit nëse vdes në fushën e betejës, Zoti do t'ia falë gjitha gjunahet që ka bërë, përveç nëse ai është me borxh, borxhin nuk ja fal Zoti i gjithësisë.